Një ndeshje miqësore me vlera të veçanta zhvilluar pas ditën e sopëremtes në stadiumin Loro Boriçi në Shkodër, ku veteranët e Vllaznisë u përballen me ish-lojtarët e Real Valladolid nga Spanja. Para se topi të vijej në lëvizje, u zhvillua një ceremoni nderimi për disa prej figurave më të shuara të futbollit shkodran, të cilët kanë dhënë kontribut të çmuar ndër vite. Bashkia Shkodër dhe klubi i futbollit Vllaznia ndan çmime mirënjohjeje për këta veteran, duke i kthyer emocionet dhe kujtimet në një moment solemniteti e respekti. Ka vite që nuk grumbullohen të kena takime, jo thëmë kështu ndërkombëtar që është sot me Valladolidin, po takime edhe t'jenë si kampionat që brenda me skuadra shqiptare. Përpara është praktiku, sidomos para viteve 90 kur unë lusha futboll, veteranët që ishin të asaj kohe lushin, edhe thosha sa mirë organizojnë. Inshallah, uroj që kjo të jetë nisma, edhe kështu na premtuan, edhe si Alban Hasani dhe Ron Miloti, kështu na premtuan që do të ketë përsëri grumullime të tjera. Kur je në stadiumin e Shkodrës ke emocione, të kujtojnë vitet, janë gjithë ato vite që ke luajtur edhe më unë edhe që kam drejtu. Me të vërtet jam i emocionuar. E kemi të lindën për faktin se për 11 vite kemi dërë djerës dhe kemi prunu dhe trofe, sigurisht 3 kupa një kampionatit, kështu që gjithmonë edhe në vegjiljet një kampionatit, ne mendoshim gjithmonë fundin se apo e fitojmë kampionatin apo s'po e fitojmë kampionatin, kështu që ka qenë gjithmonë emocion. Faktikisht kemi kohë që kemi një ekip veteransh, që kanë bërë disa ndeshje tjera miqësore, dhe sa më i mend me Flamurtarin, me Tiranën gjithashtu. Dhe është një gjë shumë e mirë faktikisht që ekipi i veteranëve është aktiv, edhe për çdo tifoz kanë emocionet e tyre kur i kanë pa dikur në fushë dhe sigurisht edhe kjo moment është moment rikthim emocionesh. Real Valladolid triumfoi me rezultatin 2-0, ndërsa një ndër prurjet më të veçanta të skuadrës spanjolle ishte Valderrama, ish futbollisti i kombëtares shqiptare që i dha një tjetër vlerë kësaj përballjeje. Ky event shënoi jo vetëm një sfidë simbolike sportive, por edhe një moment nderimi për kontributin atyre që kanë shkruar historinë e futbollit në Shkodër.